mendime? Ajo zonja që foli me flamur nokën nuk është larguar nga partia dhe askush s'mund të largojë absolutisht asnjë antar dhe simpatizant dhe pse i tha këto apo ato Sali Berisha, Flamur Nokës apo cili do drejtues. Kjo nuk ekziston në këtë parti. Zonja nuk mund të largohet nga partia, nuk mund të përjashtohet nga partia asnjë njeri për mendimet e tij. Por, në qoftë ta supozojmë në rastin ekstrem se ndodhi, zonja ka të gjithë rrugën të hapur për ankesën ndaj padrejtësisë që mund të pretendojë se është bërë. Në vend të saj, ajo zgjodhi mediat, ajo bëri një zgjidhje të saj, por në dielin tim, në raportimet që janë bërë, ajo nuk është përjashtuar nga partia. Nuk ka asnjë vendim të asnjë forumi, të asnjë qelizë të partisë për përjashtimin e zonjës nga Partia Demokratike dhe nuk mund të ketë për asnjë antar. Tani, ne jemi Parti Demokratike e mendimit të lirë secili. Po, ti mendon se unë duhet largohem, apo tjetri duhet largohet. Normal. Por kur vjen puna më, mos harro se mendimin tënd do e shprehësh me votë në këtë parti dhe kjo parti do të krijojë ty mundësi të plot të shprehësh me votë mendimin tënd. Fitim Sula, përse nuk e cilësoni veprimtarinë e